Në gjykimet e Tribunalit Hagës, shkatërrimi i qëllimshëm i trashëgimisë kulturore gjatë kësaj lufte është cilësuar si krim kundër njerëzimit. Në fund vitit 2021, Qeveria e Republikës Kosovës ka ndërmarrë hapa konkret për të kërkuar drejtësi për shkatërrimin e monumenteve të trashëgimisë kulturore. Një komision i përbërë nga ekspert vendor dhe ndërkombëtar ka dokumentuar zyrtarisht dëmet dhe humbjet, duke i hapur rrugë kërkesës sonë për drejtësi dhe kompenzim. Në bazë të këtij raporti, gjatë periudhës 1998-1999, janë shkatëruar 1788 monumente trashëgimisë kulturore, janë grabitur mbi 3724 objekte muzeale nga koleksionet e muzeve publike të Kosovës, dhe janë shkatëruar 175 biblioteka publike me mbi 1.7 milion libra. Kjo ekspozitë e organizuar nga Bashkia Islame e Kosovës dhe ajo e Bosnjë e Hercegovinës ka rëndësi të veçantë sepse dokumenton në mënyrë të qartë dhe të argumentuar shkatërrimin e trashëgimisë fetare dhe kulturore si pjesë e një strategjie të qëllimshme për fshirjen e identitetin kulturor e fetar të popujve tanë. Ne jemi dëshmitar të asaj që ndodhi si në Bosnjë dhe Hercegovinë, ashtu edhe në Kosovë, në këtë ndërmarrje kriminale e cila u kryen nga fqinjët tanë. Forcat serbe përveç dhunës fizike, vrasjeve, ekzekutimeve, dëbimeve dhe shkatërimit të jetës njerëzore, tërmorën edhe një fushat të gjerë të shkatërimit të trashëgimisë kulturore dhe fetare. Në kuadër të këtij projekti me përmasa gjenocidiale, objektiva të veçantë u bën edhe objektet fetare islame në Kosovë. Kështu forcat serbe me synimin për të fshirë çdo gjurmë të pranisë shqiptare në Kosovë dhe çdo gjurmë të pranisë bosnjake në Bosnjë dhe Hercegovinë, rënuan dhe shkatruan objekte sakrale dhe monumentale me vlera të jashtëzakonshme historike, arkitektonike dhe identitare. Ti dušmani lijepog i dobrog, naročito u našim krajevima uništavali su tu ljepotu kad god ih nismo spriječili, i tokom agresija i ratova, ali i u miru. Mi znamo da naše džamije nisu rušili pijani pojedinci, neke grupe, uprave za koje kakve poslove. Znamo da je to bio sastavni dio sistema, politike sa najvišeg vrha, a kako bi nam uništili naše najsnažnije simbole.